Kur për hapë emisionin, për i thëmë kolegëve sa ditë u bënë. Këtë rëvën dhe më thonë se është një qëtësi e pazakonshme që si më mësu me pa në skenën tonë politike. Këtë rëvën dhe më thonë që nuk ka shumë përpjekje. Gjithëherë mazidheve ka pas kështu, si thushë, spekulime, ka pas lëvizje, ka pas takime, dhe parë nga kjo perspektivë ne të vetëmi takim sot që i kemi, që i kambush ekranët është takimi vështres, dhe më thonë, një koalicion lokal, por në nivelin qendror po shihet që nuk ka asnjë përpjekje serioze për të bërë diçka. Bile më shumë ka pas ndoshta kur ka qenë çështja e kuvendit se sa e mandatarit qeverisë. Sipas gjitha gjasave ka një lloj dakordësie në heshtje të gjitha partive politike që Kosova duhet të shkojë drejt zgjedhjeve të reja, me faktin se stërgjatja që bë për konstituimin e kuvendit kanë përshtypjen e ka konsumuar këtë legislaturë ende pa ja filluar. A besoni që mund të ketë matematika në këto ditë të mbetura dhe mund të ketë ndonjë parafrim me Unë jam skeptik që mund të ketë. Kjo vështresë është më shumë duket... Edhe kjo doli si problematike, sepse... Doli problematike se ndoshta duke qenë edhe vetë pjesë e institucioneve, e disë që Zoti Gjaferi ka punu në zyrën e presidencës dhe si thuash është një lloj krahu politik i Vjosa Osmanit dhe unë më shumë e shoh si një lojë të Vjosa Osmanit tingëllon pak brutale, nuk është, po një farë mënyrë për t'i tregu Lumirit që nëse unë nuk kandidohem, unë jam gjendje t'i luaj levat edhe mbranda LDK-s. Pra kjo nuk është që po del në një farë strategji e kurtit për me zvarrit, po si duket nuk i ka numrat. Numrat si ka pas as për kuvend, kjo ka qenë e qartë. Domethënë, problemi është vetëm sa ka gatishmëri për ta ndau pushtetin. Demokracia këta e ka, aq më tepër sistemi jon politik, kushtetues, konsenzusin e ka në thelb, në zemër dhe në krejt shpirtin e demokracisë kosovare është konsenzusi. Ashtu është ndërtu mënyra që mos me pas mundësi asnjëra palë me qeverisë mënyrë të vetme. Ka ndodhur një herë në vitin 2021, po aja ka qenë një rrethone jashtëzakonshme, ka qenë gjykata speciale, ku është kriju një ambient tjetër, ka pas një frymë tjetër, që nuk mund të riprodhohet në rrethonat aktuale. Në fundit, demokracia është më mirë, është më efektive, është më frydhënëse kur pushteti ndahet me partnerë të tjerë, sepse e bën më të arsyeshme qeverinë dhe e krijon nevojën për të krijuar një konsenzus edhe brenda qeverisë, jo vetëm në raport me marrën parasysh të qëndrimeve të opozitës, po e krijon edhe një zë alternativ brenda qeverisë dhe jo siç ka qenë deri më tani në farë mënyrë që orkestrin e ka pas në dorë nga aja deri në zhë vetëm vetëvendosja. Faleminderit shumë, zotëri Muhaxhiri, deri tash në komunikimet publike që i ka pasur zoti Kurti, ka qenë shumë i rezervuar për të folur rreth krijimit të qeverisë dhe rreth koalicioneve të mundshme. A është kjo një strategji e tij apo vërtet mungojnë numrat për me pas një shumicë? Po faktikisht ne jemi me një situatë shumë të çuditshme, shumë bizare, ku partitë politike nuk bëjnë hapa drejt marrjes së pushtetit. As lëvizjeve vendosje, as parti tjera, në asnjë rrethon, në asnjë akt nuk kanë treguar që e kanë seriozisht ardhen në pushtet, krijimin e 61 votave për ta krijuar qeverinë, sepse ne kemi atë memorie politike institucionale që ta kuptojmë veprimin apo zellin e një lideri e një partie që dëshiron të vinë në pushtet. Pra çfarë bën, çfarë hapa bën, edhe çfarë motivi ka, çfarë aktiviteti ka, çfarë oferte bën, cilat janë vijat e kuqe, sa është në gjendje ta ndaj pushtetin, cilat janë modalitetet, pra që të punohet, kemi pas se cila qeveri përveç Kurtit herën e kaluar, pra gjitha kanë qenë me koalicione, bashkëpunime dhe dim sakt Kosova është e vogël, pra sa shumë ka pas punë në prapaskenë për të ardhur deri te një zgjidhje.
me ndarjen e ministrive, me ndarjen e pushteteve, me ndarjen e institucioneve dhe derisa arrihet deri te një baraspesh që është e kënaqshme për të gjitha palët dhe pastaj krijohet qeveria. Aktualisht nuk ka asnjë hap, pra zoti Kurti ka shkuar në Holand atje për çështje ideologjike, partitë opozitare nuk e pinë asnjë kafe së bashku, pra nuk ka kurrfarë plani, edhe si duket kjo loja e 9 mujorit deri më tani do të vazhdojë edhe me qeveri, sepse nuk ka asnjë indikacion. Nisma filloi diçka të punonte, të fliste sërish, mirë, po nuk ka, pra mendoj që me PDK-n, LDK-n nuk ka asnjë gjast që të bëjë koalicion, sepse në momentin që bën koalicion zoti Kurti me këto parti, do të bëhen dy gjëra. E para, do të jetë një fije shpëtimi për zotin Kurti nga kjo blokad ku e ka fut veten, edhe e dyta do t'ja marrin një pjesë të madhe të fajit, të fajësisë së tij për këtë blokad, sepse pjesa më e madhe e fajit i takon atij natyrisht si fituat e zgjedhjeve, pra do të ishte një lloj shpërlarje, një lloj mbrojtje e tij, një farë lloj gjetje, një rrugdalje për të që ta largonte veten nga faj madh i blokadës së këtyre 19 muajve, pra nuk shoh asnjë mënyrë që kjo të ndodhë. Herën e kaluar kishte biseda me nismen, por u pa në fund që pozicionet kishin qenë diametralisht kundërta dhe nuk besoj që prap do të kemi një gjë të tillë, sepse nuk do të ishte e ndershme, por PDK-ja ka thonë që nuk bën, LDK-ja ka thonë që nuk bën, AK-ja gjithashtu, pra nuk e di, nuk shoh ndonjë mundësi normale që zoti Kurti të ketë gjatë një vota. Po në anën tjetër shumë zhgënjyse që edhe opozita nuk bën asnjë hap, sepse shumica ekziston, dikush duhet ta ketë shumicën aty. Edhe nuk bëjnë, pra nuk janë të interesuar. Në edhe aspekti i fundit, një gjë që është shumë zhgënjyese, pikëlluese, kështu mund të them, është që nuk ka ndonjë shpresë që edhe nëse shkojmë në zgjedhje të reja mund të ketë ndonjë ndryshim radikal, sepse po e shohim një lloj mungese të energjisë së partive opozitare që ta sfidojnë zotin Kurti seriozisht. U pa edhe në këto zgjedhje, pra nuk kishte ndonjë punë shumë e madhe në opozitë, në mënyrë që të kishte një lloj ndryshimi radikal edhe në nivelin lokal, pra që pastaj të krijojë një lloj momentumi, një lloj inercioni, kështu që nuk shoh, pra perspektiva është e zymt në përgjithësi.